Ka përfunduar procesi i rinumërimit për 1207 kutitë e votimit për qarkun e Tiranës. Në një deklaratë për mediat nga Pallati i Sportit Faria Hoti, anëtarët e KAS Ledio Braho dhe Bele kanë deklaruar se duhet të kuptohet që votat të cilat kanë dalë të ndryshme nga numërimi fillestar kanë ndodhur si shkak dhe i gabimeve njerëzore, por procesi, thonë ata, ka qenë i rregullt. Janë gabime njerëzore. Procesi ka një numër të konsiderueshëm hallkash numërimi, operatorë që ndhedhin të dhëna në sistem, por që mund të ndodhin gabime për shkak të lodhjes. Korrekt dhe ka prodhuar rezultate në kohë reale me një nivel transparence të vlen të thuhet që ka qenë strapacus, shumë i mundimshëm për ata që e kanë kryer, për stafin e KQZ-s, dhe mbase do vi koha që gjithë procesi zgjedhor dhe natyra dhe një strukturë ndërtuar në qendrën e votimit dhe në qendrën e numërimit, e cila kontrollohet ose është e mbështetur nga numërues dhe komisioner politik, në mënyrë tani të panevojshme, por rinumërohet nga një administratë civile. Mbasi duhet gjetur një mënyrë për ta. Jeni palë angazhues të procesit. Unë mendoj se për aq kohë sa jemi demokraci, transparenca gjithmonë i shërben demokracisë dhe qëllimi i kërkesës tonë ky ka qenë, pra që të bëhet transparencë. Pavarësisht se, siç e kam thënë dhe në herë të tjera, nuk ka pasur lëvizje të konsiderueshme votash pra që të bëjnë pjesë procesit, është e rëndësishme që po të shohim qëndrimet e disa nga kandidatëve që kanë ndryshuar tashmë pas rihapjes kutive, tregon që kjo i ka shërbyer procesit. Pra nuk kemi më akuza për trafikim votash, sidomos brenda subjekteve, po as mes subjekteve. Të gjitha ato lëvizje që reflektohen dhe që shpesh herë konsiderohen si vjedhje, manipulim, trafikim votash, për mendimin tim nuk janë të tilla. Janë çështje gabim njerëzor që mund të ndodhur në proces numërimin KZAZ, apo çështje fletësh që janë shumë diskutueshme në lidhje me vlefshmërinë e tyre se kujt i takojnë. Lista e votave të marra paradrejtësisht: Partia Demokratike 612 vota, Lëvizja Bashk 57 vota, Lëvizja Dheu 9 vota, Koalicioni Euroatlantik 21 vota, Partia Socialiste 381 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 44 vota, Aleanca Kombëtare Shqiptare 7 vota, Aleanca Demokracia e Re 11 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 8 vota, Partia Mundësia 44 vota, Partia Social Demokrate 34 vota.